Nuk ishte dashuria. As gjaku. Ishte diçka tjetër. Kunata ime Alma kishte një memorje pre elefanti. Kujtonte çdo fjalë që i thoshe, çdo datëlindje, çdo borxh të pavdekur. Por kishte një gjë që nuk e kujtonte dot. Veten para trishtimit. Një mbrëmje, pas darkës familjare, ajo më ndaloi në balkon. Ti më kupton mua, tha. Pse të tjerët më shohin dhe shohin vetëm një grua të fortë? Sepse ty të kanë mësuar të fshehesh, i thash, dhe pastaj bëra diçka që nuk e kisha bërë kur më parë. I afuta mendjes së saj aq thellë sa ajo filloi të shifte, jo me sy, me kujtesë. I tregova një histori që nuk e kishte jetuar. I thura një fëmijëri që nuk e kishte pasur. I mbolla një kujtim të rrem. Një vjesht kur ajo ishte 5 vjeç, kishte humbur në pyll dhe një i huaj e kishte gjetur duke qarë. Ai kishte thënë, mos qaj, ata që qajnë në pyll i dëgjojnë ujqërit. Alma pak, syt ju mbushën me lot. Kjo më ka ndodhur vërtet, pëshpëriti. Tani po, thash. Dhe ajo filloi të qante, por jo lot trishtimi, lot çlirimi. Sepse për herë të parë, ajo kishte një arsye të vërtet për frikën e saj të pashpjegueshme ndaj pyjeve. Për herë të parë, trauma që mbante pa e ditur nga vinte, tani kishte një emër, një vend, një fytyrë. Ti më ke ndryshuar mendjen, tha më vonë. Jo, ja ktheva. Unë të dhash një të re. Që atë ditë, Alma filloi të fliste. Me mua, me veten, me hijet e saj. Dhe unë kuptova se gjëja më e thellë që mund t'i fusësh dikujt nuk është fjala, as trupi. Është një kujtim i rrem që bëhet më i vërtet se e vërteta. Sepse truri nuk e dallon dot atë që jetoi nga ajo që besoi se e jetoi. Dhe unë ja futa kunatës aq thellë në mendje sa ajo filloi të jetojë më në fund. Jo më e burgosur e së kaluarës, por e lirë të shpik të ardhmen.